Ish deputetja bosnjake Duda Balje ka ngritur alarmin për një komplot të pushtetit në Kosovë. Ajo ditë më parë theksoi se motra e Donika Kadaj Bujupit, Ena Kadaj Krasniqi, ka kandiduar për deputete me koalicionin Vakat, partinë rivale të Duda Baljes nga komuniteti bosnjak. Pavarësisht se dy motrat Kadaj kanë lindur në Sarajevo dhe nëna e tyre është bosnjake, deputetja Balje ka thënë për Nacionalen se Ena Kada nuk ka haber për komunitetin bosnjak në Kosovë. Dyshimet janë sidomos për faktin se Donika Kadaj edhe në faqen zyrtare të kuvendit figuronte si shqiptare për nga etnia, ajo kishte qenë deputete për disa mandate me partitë shqiptare. Duda Balje dyshon se ky mund të jetë një plan nëpërmjet të cilit edhe mund të synohet largimi i saj nga kuvendi, siç ishte tentuar në vitin 2021 me Adriana Hoxhić. Nuk e di a ka këtë qëllim, por një qëllim e ka. Mendoj që veç vendimi për të qenë në listën e komuniteteve ka një plan, sepse deri më tash as Donika, as Ena, unë për Enën kur nuk kam dëgju, unë mendoj se është plan, unë e di që nanën e kam prej Bosnjës, e di që kanë lindë në Bosnjë, por kjo nuk është vërtetim nacionaliteti, me kushtetut këto nuk janë të mjaftueshme, me thënë jemi bosnjake, ato nuk e kanë jetu jetën e bosnjakve, në asnjë event që kemi pasur që 15 vjet në nivelin qendror, kur nuk kam dëgju që kanë dhënë ndonjë deklarat për problemet e bosnjakve, nuk kanë qenë prezente në festë të bosnjakve, ose kanë shënu Srebrenicën, asnjëherë. Ato folin gjuhën shqipe me vetë deklarim se janë shqiptar. Babën e kanë prej Kosovës, është dyshim, tha Balje. Kujtojmë se në vitin 2021, PZAP-ja ja kishte anuluar mira vota Adriana Hoxhićit që i kishte marrë në komunat serbe, kjo duke konstatuar se aty ku ka shumicë është komuniteti serb, nuk mund të zgjedhë një përfaqësues bosnjak. Për mua është e mjaftueshme se Ena kur nuk ka deklaruar veten si bosnjake, kur nuk ka fol gjuhën publikisht ose në Facebook, është e panjohur në mënyrë kulturore, familjare, përdorimi i gjuhës, ata kur nuk kanë asnjë dyshim më të vogël se janë bosnjak, asjetën nuk e kanë pasur që ashtu. Për neve bosnjakëve është deja vu, koalicioni Vakat ka dashur me bë këtë me votat e shqiptarëve në zgjedhjet e 2021-shit, më pas Gjykata Supreme ka anulu këto vota. Koalicioni Vakat po do me bë jo me serb, po me persona që për interesa ose nuk e di për çka, po don me qenë bosnjak, tha Balje më tutje për Nacionalen. Dyshimet janë të ngritura se motra e Donika Kadaj Bujupit, e cila tashmë është këshilltare e presidentes Vjosa Osmani, mund të synojë të marrë më shumë vota nga shqiptarët në mënyrë që Duda Balje, kundërshtare e qeverisë dhe vetëvendosjes, të largohet nga kuvendi. Dhe për këtë Duda Balje paralajmëron ankesa. Për mua unë jam të prit certifikimin e listës, nuk e di nëse ka vendosur sot, edhe unë kam e prit certifikimin nëse ata certifikohen Enën në Vakat, kam e bë ankesë në KQZ, më pas edhe në PZAP, unë vërtet jam e bindur, edhe në bazë krejt faktet që mundemi me mbledh, nëse zonja Kadaj apo Krasniqi, e cila ka disa mbiemra, nuk ka deklaruar veten, nuk e besoj se ata ndihen si bosnjak. Përjardhja e nanës është diçka tjetër, ka me lyp personalisht edhe ndihmën e presidentes, edhe prej ambasadave sepse Vjosa Osmani, Donika punon si këshilltare aty, nuk besoj që Vjosa ka me leju këtë. Zonja presidente ka punë të rëndësishme për komunitetet, nëse këto kanë mendot para mendot që kanë ndodhur nesër. Komuniteti serb, turk apo shqiptar, 5 ditë para zgjedhjeve thonë unë jam rom, e ndjej kështu, e nxjerri një deklaratë me 3 nënshkrime dhe aplikoi me qenë deputete rome. Çfarë precedenti është ky me prish politikën multietnike në Kosovë? E di që me votat e shqiptarëve let mundesh me qenë deputete, po nuk është fair. Ena nuk ka njohje, asnjë njohje për asnjë problem të bosnjakëve në Kosovë, kur nuk ka qenë prezente, asnjë deklarim, asnjë mendim, nuk e besoj se ajo e di dhe ku jetojnë bosnjakët në Kosovë, tha Duda Balje. Ndërkohë koalicioni Vakat ditë më parë kishte mohuar akuzat e Duda Baljes. Ena Kadaj ka lindur në Sarajevo, ajo mori emrin Ena sipas gjyqes së saj Tenzila, e lindur në Foçanka dhe origjina e saj është sipas nënës së saj Mirsada Kamberović, e lindur në Sarajevo. Ajo jeton në lindje. Familja Kamberović është një familje e respektuar sarajevase, e njohur për vlerat e saj morale dhe shoqërore. Koalicioni Vakat nuk do dhe as nuk ka pasur ndonjëherë për qëllim që të rrezikojë vendet e garantuara, të cilat i përkasin komunitetit bosnjak. Përfaqësimi politik i bosnjakëve mbetet përparësia dhe detyrimi ynë, pavarësisht përpjekjeve të individëve për të minuar integritetin dhe unitetin e komunitetit ton, thuhet në reagimin e koalicionit Vakat kundër Duda Baljes.